Që ju kam shumë afër për t'ju thënë që sa më shumë s'ka nevojë të më mbrojnë. Ja, shiko si po të mbrojnë. Ja, shiko si po të mbrojnë. Po të mbrojnë. Po edhe këtu. Zoti Berisha, lironi mikrofonat. Ju lutem, lironi mikrofonin dhe merrni fjalën për replik pas zotit Bito. Gjën shqiptarët. Është e vërtetë që unë jam i paguhem nga qytetarët shqiptarë për të përfaqësuar. Tani drejt për drejt ju pyes. Sy më sy ju pyes. Kush ju ka paguar që naftën t'ja jepni Serbisë me që sot flasin për Kosovën? Kush ju ka paguar që fëmijët shqiptarë, minorenët shqiptarë, ti përdorni mish për top, duke i quar në protesta për të hedhur molotov, për të dhënë të lloj shembulli mbi qytetarët shqiptarë, për të dhënë të lloj shembulli ndaj rinisë shqiptare. Sy më sy dhe përballë, përgjigjuni sot se kush ju ka paguar që të bëni të zezat mbi Shqipërinë. Unë jam Ardit Bido, i zgjedhur nga qytetarët shqiptarë. Ju jeni lënë në opozitë dhe do të mbeteni jo në opozit, po do të zhdukeni me votën e shqiptarve, sepse të zeza që i keni bërë këtij vendi nuk i shlyeni dot jo në këtë jetë, po as në jetën tjetër.